Son te falet teravia e na shtohet dashuria muslimanve ju A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë Allahun që plot atë, falenderojmë dhe vetëm për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Ndërsa salavatet tona e dërgojmë pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Jemi në ditën e 9 të Ramazanit. Pothuajse përfunduam në javë ibadet, adhurim, agjerim vetëm për hir të Allahut. Elusëm Allahun që të na i pranon të gjitha ibadetet, adhurimet tona, agjerimin ton, namazin ton, leximin ton, përkujtimin tonë që e bëjmë vetëm për hir të Allahut. Kemi zgjedhur që të flasim sot në mënyrë që të jetë plan program joni vazhdueshëm gjatë këtij muaji të madhëshëm të Ramazanit, qofshja dhikrit, përkujtimit të Allahut. Për arsye se njeriu kur e përkujton Allahun, zemra e tij qetësohet. Për arsye se njeriu kur e kujton Allahun fuqiplot zbutet. Për arsye se njeriu kur e kujton Allahun fuqiplot i shtohet frikë respekti ndaj tij. Për arsye se dhikri, përkujtimi që ja bën individi Allahut, e mbron Allahu atë individ, atë person, atë besimtar apo besimtare. Për ata se do të flasim për dhikrin, për kujtimin, për mendjen e Allahut. Me të vërtet kanë ardhur shumë hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, forma të ndryshme të dhikrit, ndërsa ne do t'i veçojmë disa prej tyre që janë veçuar në bazë të haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për nga vlera dhe rëndësia që kanë, që njeriu duhet ta ketë ndërmend. Në mesin e atyre gjanave që kemi thënë edhe më herët që njeriu duhet i bëj, leximin e Kuranit gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit, istighfarin që duhet kërkuar, në njëjtën kohë duhet shtuar edhe dhikrin, përkujtimin, përmendjen e Allahut, me përmend Allahun, emrin e tij. Në forma ndryshme ashtu që sharën e personet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku na sqarohet pozita e disa prej dhikreve, përmendjeve të Allahut, dhe njëjtën kohë vlerën që e ka dhe shpërblimin se vapin e madh që individi nëse bën gjatë ditës e ka te Allah. I kemi zgjedhur disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të flasim për disa lloje të dhikreve. Do të fillojmë ka asaj që është në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku gjatë Mirajit ngritjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek Allahu fuqiplot deri në Sidratul Muntaha, ku është bërë obligim namazi, Allahu ja mundsoi pejgamberit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam që të takohet edhe me pejgambert e tjerë. Në mesin e tyre takoi edhe Ibrahimin alaihi salam. Prej porosive të shumta që i mur prej shumë pejgamberëve të Allahut gjatë takimit me ta Muhammed alaihi salam, ishte edhe ky se Ibrahimi alaihi salam e porositi me dhikr për kujtim pejgamberin alaihi salam, dhe jam se disa fjalë tha, thuaj ju umetit tan popullit tan që ti thojnë këto fjalë: Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah, wallahu akbar. Këtë lloj përkujtimi dhikrit që është në bazë sunetit pejgamberit alaihi salam. Pastaj lloji tjetër i dhikrit përkujtimit që ka vlerë të madhe te Allahu, ashtu është në hadith pejgamberit alaihi salam, dy fjalë do mund të lehta për gjuhën, që peshojnë rëndën peshorën e Allahut ditën e gjykimit dhe janë të kënaqshme dhe të këndshme tek Allahu, ka thonë pejgamberi alaihi salam, ato janë subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Edhe këtë lloj të përkujtimit dhikrit ta shtojmë gjatë Ramazanit dhe vazhdimisht gjuha jon kur në herë mos të ndalet vetëm duke e përkujtuar Allahun fuqiplot, vetëm duke të kujtuar ato. Nëse nuk lexohet Kur'ani, atëherë përkujtoj Allahun. Nëse nuk i të kërku istighfar, atëherë përkujtoj Allahun. Nëse nuk i të bën ndonjë punë tjetër namaz të fal, atëherë prap përkujtoj Allahun, bëni dhikr Allahut. Allahu ka ardhur me shumë ajete në Kur'an ku na sqaron edhe pozitën për dhe vlerën e dhikrit. Kusht që Allahu neve më na përmend është që ta përkujtojmë në Allahun, ta përmendëm Allahun, Allah neve na përmend. Ishte një prej gjeneratës të parë muslimanëve, i cili ju thoshte shokëve vetëm e di se kur Allahun përmend mua. U që ditën disa prej shokëve të tij dhe thanë: "Ku e din që ty Allahu ta përkujton emrin ose ta përmend emrin tënd?" Tha: "Po, ka ardhur në Kur'an dhe kësaj thot Allahu." Atëherë thot Allahu: "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun."
Thot Allah na drejtohet neve, besimtarve, thot përmendni mua, unë që t'ju përmend juve, kujtomni mua, unë që t'ju kujtoj juve. Thot edhe kësaj Allahu ka dhënë garancë se nëse unë e përkujtoj Allah, ai ka më përkujtuar me mua. Për ata është thënë hadith tjetër të pejgamberit alayhis salam, kur robi përmend Allahun në vetmin e tij, thot Zoti edhe unë e përmend në vetmin time. Ndërsa nëse më përmend para ndonjë mase, thot unë e përmendni para një publiku edhe më të mirë se sa ai që më ka përmend mua, e përmendni thot Allahu atë Rabb para me legjve, Allahu ta përkujton emrin tën, Allahu ta thret emrin tën kur ti e ke thirrë emrin Allah. Ti kur e ke përkujtuar Allahun, Allahu ta përmend emrin tën. Nuk ka vlerë më të madhe. Nuk ka vlerë më të madhe për robin se sa Allahu t'ia përkujton emrin e tij. Atëherë nëse don që të ta përkujton emrin Allahu dhe të shpërblen për dhikrin, për kujtimin që e bën, përmend Allahun të spari që Allahu të përmend ty së dyti. Kanë ardhur shumë ajete të tjera që flasin mbi dhikrin, për kujtimin që duhet ja bëjmë në Allahut fuqiplot. Tham fillim se me të vërtetë edhe zemrat dhe shpirti që të qetësohet kur përmendet Allah emri, apo la ilaha illa Allah, apo subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, apo subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, apo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ngjajsh me këto dhikre për kujtime që janë ardhur me sunet pejgamberit alayhis salam, që njeriu gjatë ditës duhet t'i bëjë në veten e tij. Për ata, na mos t'i harrojmë këtu. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub, thot Allahu në Kur'an. Mos me përmendjen e Allahut, Allahu na bën në formë të pyetjes, se përmendja e Allahut ka dobi të shumta. E në mesin e tyre thot ai i cili e përmend Allahun, thot që zemra e tij qetësohet, rahatohet shpirti i tij. Për ata përmend Allahun, nëse don Allahu më të përmend ty, mos e tërë këtë gjuhë, sikur se i ka hënë pejgamberi alayhis salam njënit prej sahabive, shokëve tina, kur një herë thot, mos të tërët, për gjithëherë jetë e lagur gjuha jote me dhikrin për kujtimin që ja bën Allah. Inshallah si soi jesin edhe mbesin gjuhën tona që vazhdimisht e përkujtojmë Allahun. Walhamdulillahi rabbil alamin.